E shiqoni, ju është një fshat me 3.000 banor, 3.500 banor, jetojmë ne. Shiqoni çfarë fushët sportit e ka. Gjitha firmat tu I kemi plakatat tona, edhe gjithë janë të angazhuar në punë vullnetare për javën qete që do të organizohet një kampionat futbolli për fëmijët e vegjël, prej moshës 6 deri në 10 vjeçare. Kjo pjesa tjetër ku bujku është duke pastru livadhin e madh, kanë më vendos shatora që fëmijët do ta kalojnë natën tu. 2 net kanë me kaluar. Shiqohet ka kosit livadhin, e mbledh gjithë barin. Më thënë edhe bujku ku jep maksimum punën e tij vullnetare që respekton vendin e vet, shtatin e vet. Fusha sportive janë në maksimum përgatitne. Shiqoni barin, sikur në stadium të Real Madridit. Një përkujdesje shumë e veçantë. Këtyre fusha tjetër, më thënë, një fshat sa gjysma e Kërçës Madhe, ka 2 fushat futbollit, që janë shumë më të mira se të Prishtinës. Edhe shiqoni vetëm pllakat e firmave, të cilat të gjitha një pllak kjo 2 metra që është e madhe kushton 250 euro në vit, ka që paguaj edhe unë, për ta përkra klubin futbollistik dhe gjithë lojtarët që merren me futboll. Dhe më thonë është një klub, pavarësisht sa lun nalte, sa bie poshtë, mungesa punës vullnetare nuk mungon. Shqoni, është diçka fantastike. Çfarë mali rrethit ka, çfarë bukurie natyrore, por të gjithë këta njerëz të mirë këtu, që kanë ndihmuar këtë botën, spari e ndihmojnë vetveten, e duan vetveten, e duan vendin e vet, dhe tëra çka ndodh këtu është punë vullnetare, punë pa pagesë. Çdo gjë që bëhet tu bëhet punë pa pagesë. Secili jep kontributin në profesionin e vet. Me çdo gjë. E sheh ky plaku këtu, I ka 70-60 pensionist, por nuk ndalet e bën punën e vet, vetëm, se një grup e vogël aty ka qellu I nxerr kockat dhe I vendos drejt. Respekt pa fund.